Si mund të jetosh 120 vjet? Kështu u pyet ChatGPT. Ishte një pyetje për ChatGPT. Dhe e dini se çfarë përgjigje dha ai? Përgjigja ishte e thjeshtë, logjike dhe krejtësisht e habitshme. Përgjigja e tij ishte se faktori kryesor për jetë gjatësi, për të jetuar gjatë, është niveli i ulët i stresit kronik. Pra ka të bëj me nivelin e ulët të stresit kronik. Pra, sa më të ulët ta kesh stresin në jetë, po aq më e madhe është mundësia për të jetuar gjatë. Pra, përgjigja nga ChatGPT nuk ishte se gjatësia ka të bëj me dietën që bën, apo ushtrimet fizike, ose është e lidhur me gjenetikën tonë. Por stresi, faktori i parë, ndërsa gjithçka tjetër është dytësore. Ti për shembull mund të hash shëndetshëm, të stërvitesh çdo ditë, të mos pish duhan, të mos pish alkohol, të pish shumë kafe siç pi unë, e kështu me radhë. Por nëse jeton nën stres të vazhdueshëm, mund të vdesësh i ri. Po çfarë është ky stres? Apo stresi kronik që ne e përmendim vazhdimisht në përditshmërinë tonë? Ja do të them 2-3 gjëra. Stresi kronik nuk ka të bëjë me atë se ti ke shumë punë apo nuk ke para, por para së gjithash është një konflikt i brendshëm midis asaj që je dhe asaj që përpiqesh të dukesh. Dhe çdo lloj stresi është i lidhur me ndonjë lloj frike. Stresi, miku dhe mikesha ime, po ashtu krijohet nga rezistenca e brendshme që ti u bën ndryshimeve që vinë në jetë, ose e uren punën që bën. I don parat, i don shumë parat, por e uren punën që bën. Mandej jeton me dikë nga frika e vetmisë, apo nga pasojat e ndarjes ose divorcit, ose e rrethon veten me njerëz që ta shterojnë energjinë çdo ditë, ta ulin emocionin, të zemrojnë, jeton çdo ditë në një mjedis toksik të fashethemeve, të mendimeve negative. Mandej nuk je mësuar ta dëgjosh trupin, të dëgjosh simptomat e trupit, kur ai të flet, të thotë se është mjaft. Dhe ti përkundrazi vazhdon. Ti nuk mëson ta dëgjosh trupin tënd. Nuk bën shëtitje në natyrë. Nuk ec këmbë zbathur asnjëherë. Kur ke ecur për herë të fundit këmbë zbathur, që të bësh një detoks energjetik të trupit tënd? Nuk i ofron vetes qetësi, meditim, heshtje. Mandej fut në trupin tënd ushqim të çfarë do lloji, sikur ky trupi jot të jetë një kosh plerash dhe jeton jetën e viktimës, jo të krijuesit, të viktimës, duke u ankuar vazhdimisht dhe duke fajsuar gjithçka dhe secilin për fatin tënd, për mungesën e suksesit e kështu me radhë. Shiko, miku dhe mikesha ime, secili prej neve ka mundësi ta parandaloj dhe menaxhoj stresin, duke e njohur veten, duke e mirëmbajtur në mënyrë të vazhdueshme dhe duke krijuar një harmoni brenda vetes dhe asaj që ndodh jashtë teje në jetën tënde. Dhe në fund, dua që të mbash mend diçka që është shumë e rëndësishme. Stresi është armiku numër 1 i shëndetit, ndërsa qetësia dhe meditimi janë faktorët kryesor për të ruajtur dhe mirëmbajtur atë që është më e vlefshme në jetën e secilit prej neve, shëndeti. Në videon e radhës do të tregoj sakt se si të mbrohesh dhe ta menaxhosh stresin. Gëzuar.